Thashë një kohë shtetasit e Kosovës po janë më të lirë që të vizitojnë vende të ndryshme, por cilat po i vizitojnë më shumë? I ndjekim përgjigjet e tyre. Cilat shtete po mendoni që po vizitohen më së shumti nga ne? Po na diasporën më të madhe e kemi në Gjermani, në Austri, në Zvicër, në Amerikë diçka. Zakonisht Gjermania po vizitohet se prind shkojnë me i po tafërmit, ose fëmijën, ose vllazit, ose sa ku vrejt, unë mas shumti në Gjermani po shkojnë, po edhe në Austri, në Zvicër, në Angli diçka, në Amerikë ma pak, se po kushton shtrejt edhe me shku ku gjallar po thojnë halku. Unë kam pas fatin se kam mendu që s'do t'i vizitoj asnjëherë, do të desë s'do t'i vizitoj, po erdhi fati me që u bon liberalizimi i vizave, isha gati tash një vit, se kam motrën atje, kam vllaznin, isha në Gjermani edhe në Francë. Po sipas mendimit që unë kam edhe shokët, dhe thotë këto shtetet evropiane këto na lidhin për shkak se shumë familjarë, gati çdo familje ka ose në Gjermani, ose në Zvicër, ose në Austri, ose në Francë, kështu që Amerika t'i shkon ma ngatë, për neve konë ma mirë, po ajo na qëlloj shumë largë edhe atje s'po mujna me shku me pasë shumë largë. E kom shfrytëzue për Zvicër dhe Gjermani. E kom dy djemë, njënin e kom Gjermani, njënin e kom në Zvicër. E kom shfrytëzue, kom plus t'i lakë tjera, vllazni, të këto tjera, e kom shfrytëzue. Po prej familjarëve apo miqve tuaj të afërm, cilat vende do thonit se janë më të vizituara prej shtetasve të Kosovës? Po më të vende për shtetet të Kosovës, se për në Evropë që i përket janë Zvicra, Gjermania, ma shumë Italia, më varet tash prej ku që ka janë fluksi i atyre që kanë shku për një jetë më të mirë. Pas liberalizimit të vizave, ku mendoni që janë shtetet që kosovarët po i vizitojnë më shumë? Gjitha shtetet po vizitojnë më shumë të Gjermaninë, Zvicrën, që vizitojnë më shumë. Unë se kushtizu, halesa kushtizu. Cilat vende mendoni se po i vizitojnë më së shumë të qytetarët e Kosovës, tani që është edhe liberalizimi i vizave? Shkojnë në Gjermani, në Zvicër, në Austri, në Holland, shtetet e Bashkisë Evropiane, sa të Schengenit, Shqipëri ndeti, shumë bukur është Shqipëria, Kroacia, unë në Zagreb kom jetu 30 vite. Që prej liberalizimit të vizave tash shtetasit e Kosovës veç po udhtojnë ma shumë, po cilin vend e kishit cilësu që po e vizitojnë më shpesh, base prej miqve dhe familjarëve t'juj, ku keni dëgju që kanë shku? Po me qenë se konkretisht punoj në aeroport, dhe në aeroport Syrit, mendoj që Zvicra është një prej vendeve që po e vizitojnë mas shumti, nuk përjashtohet as Gjermania, mbas edhe shtetet skandinave si Danimarka, Suedia. Për vendet më të largëta nuk kam ndonjë farë informacioni të saktë, po konkretisht ku janë të orientuar edhe ku janë shqiptarët e diasporës më shumë të përqendruar, që aty janë edhe musafirët nga Kosova.